e shqetësimit, diskutimit, polemikave, reagimeve, protestave, Divjaka, avion, mbi 25 ditë protest në Mosgaboj, po janë dhe Këshillat Bashkiake, ato të qarkut Elbasanit, që ka pasur reagime përveç Partisë Demokratike për çështjen e reformës territoriale. Në kulmin e kësaj ndodh drejtëri qeveritar 2 ditor në Pogradec, ku Rama jo vetëm që konfirmon që do të vijohet me këtë draft dhe me këtë nisëm që synon që ta kthejë në një reformë të miratuar në fund të ditës dhe të aplikuar, pra shkrirjen e 15 bashkive, po nga ana tjetër ka theksuar që është faji i drejtuesve politik të Partisë Socialiste, nuk kanë informuar mirë qytetarët, do duhet merren ata dhe të bindin qytetarët pse kjo reformë është e mirë. Ti vazhdimisht rrjetet sociale gjatë këtyre ditëve ka ngritur si shqetësim shkrirjen e pushteteve me njëra tjetrën dhe përqendrimin ose centralizimin e tyre, përqendrimin në një dorë, thënë ndryshe. Tani, çfarë përthën për këtë zhvillim të fundit të këtyre 2 ditëve sidomos? Atëre, është e vërtet që jemi në një situatë ku mbas kaq vitesh pushtet quasi absolut të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, herë me rilindjen, herë me termat ndryshme që e ka shpikur, sot kemi arritur në një pikë ku kulti i individit në Shqipëri është rritur, është fuqizuar fatkeqësisht, dhe i pande me ato skena në Pogradec, me ata pensionistë apo me ata personat moshuar, të cilët shkonin atje dhe bënin ato inskenimet, sikur lumturoheshin që po takonin liderin suprem, të skena të denja për Koren e Veriut, për Kim Jong-unin, mjafton të shikoni se sa teatrale janë dhe se sa diferencë madhe ka, do të thosha, Shqipëria, Tirana nga njëra anë me rinin që proteston, me qytetarët që protestojnë prej kaq javësh, po gati 3 muaj pa asnjë ndërprerje në mes të Vapës, mes të Korrikut dhe Gushtit, asnjë ditë ndërprerje, protesta qytetare kundër kësaj qeverie, me kritika, me kërkesë llogarie etj. Ndërkohë një pjesë tjetër e popullsisë që duket totalisht e marginalizuar, totalisht jashtë realitetit, që jeton në botë paralele, vazhdon me atë kultin e individit, si në kohën e qoftë largut dhe shprehin ato urimet marsh nga ditët tona dhe thirroi komandanti Samale. Është për të ardhur keq, realisht një pjesë e shoqërisë shqiptare është degraduar në këtë farfe, sepse propaganda e rilindjes, propaganda e Edi Ramës tregon që ka pasur një efekt shkatërrues gjithë këto vite, që të bardhën e bënte të zezë dhe anasjelltas në favorin e saj gjithmonë, dhe kështu po ndodh me çdo gjë, edhe me reformën territoriale që po thoni ju, në vend që të vendoset gishtin në plagë dhe të shikohet që pse po kundërshtojnë ato bashki që janë ultrat majta, mjafton shikoni rezultatet, shikoni Poliçanin, shikoni Cerrikun, merrni rezultatet historike të këtyre bashkive, por edhe bashkia e Divjakës po që kanë rezultate historike Partisë Socialiste, Poliçan mund të ketë fituar pothuajse gjithmonë, në Cerrik me diferencë shumë të madhe, etj. Dhe aty po i dalin dhe po i protestojnë më tepër banorë, pa përjashtuar edhe bashki të tjera, si po themi dhe në qarkun e Elbasanit ka dhe bashki të tjera që u ngritur apo janë ngritur edhe në qarkun e Beradit apo në qarkun e tjera të Shqipërisë, po mora si shembull më tipik këto. Pra, në vend që të marrin dhe të shikojnë që ne që po na ngrihen qytetarët, votuesit tanë, po flas në kundërshtrimin e PS-s në këtë rast, ata thonë fajin e kanë drejtuesit e tyre politikë sepse nuk pas kanë arritur të bindjen. Nuk është punë bindje këtu në vlerësimin dhe gjykimin tim, nuk është punë propagande që duhet shtuar akoma një stres, propagande që ti hedhim syve atyre qytetarëve. Jo, është fakti që reforma territoriale po bëhet me dhunë, po bëhet pa konsultim publik, po bëhet pa pyetur asfakt, totalisht. Këtu se për ta lidhur, pa të ndërprer ty, po për ta lidhur edhe me sekretariatin që ti drejton, këtu ka shkelje të drejtave të njerëzit në vetvete. Gjëja më bazike është që qytetarët të pyeten në një demokraci, të paktën funksionale, nuk po themi demokraci të përsosur. Qytetarët duhet pyetur, duhen konsultuar mbi të gjitha përvendimet që janë në nivel lokal, sepse ato i prekin në përditshmërinë e tyre. Nuk mundet që me një rënd lapsit ti heqësh bashki dhe sepse kështu e mendon qendra apo kryeqyteti dhe ti bashkosh 2 bashki që ndoshta nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, pa pyetur fare komunitetet ose duke bërë konsultime quasi fiktive. E pande sot në Elbasan se çfarë ndodhi, deputeti Himçi e denoncoi
dhe tha mjaft qartë që konsultimet nuk po bëhen në mënyrë apo me metodat po themi të kohës sotme. Po ftohen aty disa persona vulnerabël që varen nga bëhen fare, po bëhen fiktive dhe po sot jemi në botën e teknologjisë, konsultimi mund të bëhet online, mund të bëhen ftesa online, mund të priten sondazhe, mund të bëhen anketime etj, por nuk duan ta bëjnë sepse reagimi i rinis apo dhe qytetarëve që dinë të përdorin këto rrjete do të jetë negativ, dhe atëherë vendosin ta bëjnë me ata persona që mund t'i kontrollojnë. Megjithatë, ka dy zhvillimet pozitive sot, ajo që ti përmende, ka 3 në total në fakt. Ajo që ti përmende ngritja e debatit në Elbasan, në qarkun e Elbasanit po them këtu, është nisma e ndërmarrë nga këshilltarët bashkiak të djathtë në Bashkinë e Tiranës, që thanë gjithsesi dhe nëse e majta nuk pranon, mazhoranca nuk pranon, ne do të zhvillojmë konsultime në mënyrë transparente me qytetarët, vetë ne do ta bëjmë paktën si këtë nisëm dhe pastaj do t'ja dërgojmë parlamentit. Dhe e treta ishte shoqata e bashkive dhe zgjedhjeve vendor që zhvilloi një dëgjes publike me Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës për Reformën Territoriale dhe kanë kërkuar që të vlerësoj procesin dhe përputhshmëri me standardet europiane të autonomisë vendore. Pse zgjata kaq dhe pse po lidh me këtë? Ka një zgjidhje për ta shmangur këtë draft Francë për të ndalur shkurtimisht këtu, se dua të flas dhe për 2 çështje tjera. Edhe unë këtyre lajmeve të fundit që referova në atë që thash në pjesën e parë, sepse duhet të kuptojmë diçka dhe publiku. U mbyll ajo në mënyrë unilaterale nga Partia Socialiste, reforma, le të themi, Komisioni i Reformës, pa konsultuar qarkun më të rëndësishëm, pa bërë konsultimin në Bashkinë e Tiranës, në kryeqytet. Domethënë shikoni se sa absurde. Absurditeti nr. 1. Bën disa dëgjesa në të 4 anë të vendit dhe e mbyllën pa bërë konsultim në asnjë cep të kryeqytetit të Bashkisë së Madhe të Tiranës, me reformën e fundit që përfshin jo vetëm qendrën urbane, por edhe zonat periferike dhe rurale të fshatrat e Tiranës, ta themi kështu si njësi administrativ. Nuk kanë pyetur fare. Dhe prandaj e tha dhe zoti Teliti më herët që nuk është bërë konsultim fare në Tiranë, atëherë si mund quhet i mbyllur ky draft? E para, e dyta shkelja më e madhe tjetër, nuk janë pyetur as partnerët ndërkombëtar. Nga informacionet që unë kam, ka partner ndërkombëtar që kanë apo donator që kanë investuar, kanë dhënë ekspertiza të tyre apo kanë financuar ekspertizë të ndryshme për pikërisht këtë reformë dhe atyre nuk është komunikuar fare që do të mbyllej këtë çështje. Nuk është pritur fare raporti apo produkti i ekspertëve që ata kanë paguar për këtë punë. Por kështu vendos nga partia, kështu vendos nga qendra dhe jemi përsëri tek ajo që thamë fillim. Ka rrugë për ta shmangur, kjo është pyetja. Do duhet një vullnet shumë i fortë, një presion shumë i fortë nga të gjitha anët, patjetër nga opozita, dhe opozita po e bën, mendoj unë, rolin dhe detyrën e saj, edhe tani këto ditë të fundit të muajit gusht, por do duhet që edhe faktori ndërkombëtar të reagojë. Se do të ishte për të ardhur keq nëse do të mbyllin syt, do të mbyllin veshët dhe nuk do të flasin kur shikojnë gjithë to padrejtësi që po bën në Shqipëri, gjithë to shkelje të kushtetues, të rregullave më minimale që mund të jenë